تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بإذن الله تعالى do vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi ala te pjesa kapitullit do të thonë namazet nafile, dhe janë ato hadithet e fundit të këtij kapitullit madhështor, ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah hadithi 343 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليؤتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. Këtu këtë hadith e transmeton Gjabir radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili friksohet, ka frikë se nuk do të zgjohet në fund të natës, le ta fal vitrin në fillim të saj. Kurse ai i cili shpreson, do thonë ka shpresa dhe do më thonë pritshmëri se ka me fal në fund të natës, atëherë do më thonë le ta fal në fundin të saj, sepse namazit fund të natës do më thonë është namaz që është më me vlerë. Për shkak se në fund të natës zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala, si që thot këtu Sheikh Zejdi rahimahullah. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith na i tregon neve kohën e vitrit, se njeriu do më thonë mundet me fal vitrin në fillim të natës, do më thonë me njëherë pas gjatësisë, ose në mesin të saj, ose në fundin të saj. Ma e mira është do më thonë në fundin të saj, pastaj në mesin e saj, edhe pastaj më thonë në fillimin të saj, por thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kur kthehet çështja tek individet në mënyrë individuale, ndoshta për personi i cili nuk është në gjendje të qohet në fund të saj, atëherë për atë person specifikisht është më mirë me fal vitrin në fillimin të saj, sikurse edhe ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Hurajran radiallahu anhu që me fal vitrin domethënë para se të flej. Siç e shohim domethënë edhe hadithin vjen domethënë do përmendet në lidhje me çështjen e vitrit dhe po ashtu edhe ibadete tjera që përmban hadithi e Ebu Hurajras radiallahu anhu. Për sa i përket fundit të natës, se është më me vlerë, e përmend Sheikh Zejdi rahimahullah zbritjen e Allahut subhanahu wa taala në qiellin e dunjas, ku ndodh domethënë në çdo natë. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala ana al-malik, unë jam mbreti, kush më lutet mua që unë t'i përgjigjem, kush më kërkon mua që unë t'i jap atit, dhe kush kërkon falje që unë t'ja fal atit. Dhe kjo do më thonë vazhdon, thot Sheikh Zejdi rahimahullah në hadithi, kedhalike hatta yudi al-fajr, do më thonë deri sa të fillojnë në sabahu. Prandaj do më thonë koha ma e mirë është koha do më thonë e fundit të natës për vitrin, por kjo vlen për ata njerëz do më thonë që kanë shpresë dhe pritshmëri se munden domethënë të qohen. Për ndryshe domethënë më mirë nëse nuk e ka këtë shpresë dhe siguri, atëherë më mirë është pas gjatësisë me fal edhe me ra me fle. Po ashtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith e tregon vlerën e madhe e namazit të natës. Dhe se ai namaz është namaz i beriqetshëm, dhe se
ai namaz falet ose kërkohet ose është prej tipareve të njerëzve të mirë. Do thonë namazin e natës e falin domethënë në besimtarët dhe është prej tipareve të njerëzve të mirë dhe të devotshëm. Që ata domethënë kujdesen, janë të përkujdesur domethënë për faljen e namazit të natës. Sepse ai namaz domethënë është larg syve të njerëzve, larg shikimeve të tyre dhe po është edhe larg nga asaj që njeriu ndoshta synon me namazin e tij do një pozitë tek njerëzit. Do thonë, shpresohet domethënë që aty t'jetë njeti domethënë qëllimi i tij i pastër për Allahun subhanahu wa ta'ala, për Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ashtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith po ashtu aludon se vleran e madhe të namazit vitrit dhe se është prej sunneteve të rregullta të forta. Bashk po ashtu edhe me namazin me sunnetet domethënë para farzit të sabahut. Dhe njeriu domethënë nuk i takon thot Sheikh Zejdi rahimahullah muslimanit që ai në lidhje me këto dy namaze, namazi i vitrit dhe po ashtu namazi domethënë sunna që është para sabahut, nuk i takon domethënë muslimanit që të jetë negligent dhe me marr këtë çështje domethënë me lehtësi, por duhet të jetë domethënë i përkujdesur në faljen e tyre dhe mos me i lënë asesi për vetëm se në raste domethënë të jashtëzakonshme si është smundja ose diçka domethënë të ngjajshme. Por përndryshe domethënë duhet domethënë që njeriu të kujdeset për këto namaze dhe mi fal këto namaze dhe me synu me këto namaze domethënë shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Sheikhu jon Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah se falja e namazit të vitrit, koha e saj domethënë është e gjarë, nga pazjatësia domethënë deri në hyrjen e sabahut. Pastaj hadithi i radhës 344 an ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal idha tala'a al-fajr faqad dhahaba kullu salati al-layl wal-witr fa awtiru qabla tulu'i al-fajr. Te ky hadith që e transmeton Abdullah ibn Omeri radiyallahu anhuma thot se kur hyn koha e sabahut, atëherë domethënë ka shku ose ka kalu koha e namazit të natës dhe të vitrit. Prandaj faleni vitrin para se të hyn koha e sabahut. Do thonë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra fa autiru qabla al-fajr. Domethënë faleni vitrin para fajrit. Faleni vitrin do thonë para fajrit. Do thonë me u kujdes që vitrin me fal domethënë para namazit të sabahut. Dhe hadithi tjetër an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witr aw nasiyahu falyusalli idha asbaha aw dhakar. Këtu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e ka lënë vitrin nga gjumi, si shkaku domethënë i gjumit që e ka mund gjumi atë, ose nga haresa, le ta fal kur të zgjohet ose kur t'i kujtohet. Që do thot domethënë se këtu ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam dy arsyetime që njeriu domethënë mundet me ndodh atit si arsyetim që pastaj domethënë me e fal vitrin domethënë të nesërmen, pas domethënë lindjes së diellit për afërsisht 20 minuta. Por kjo domethënë, si ka thënë Imamu Sunna, Imam Ahmedi rahimahullah dhe Imam Shafi'i rahimahullah, përsëritjen e vitrit i takon atit personit i cili i ka ik vitri me do një justifikim të ligjshëm. Do thonë, si o përmend edhe në hadith, ose
gjumi, do thënë e ka mund gjumi nga lodhja e madhe, ose nesje, e ka haruar. Dhe përmendet po është edhe maradun, smundje. Do më thonë nëse është i smur dhe ka do më thonë dhimbje të rënda gjatë natës, dhe kështu do më thonë mundet ky njeri do më thonë të nesërmen pas lindjes së diellit do më thonë me e falë ose me përsërit do më thonë vitrin, por nuk e përsërit do më thonë në mënyrë si që thotë Shekh Zejdi rahimahullah tek, por e falë atër qift. Do më thonë nëse ke falë vitrin e ke zakon do më thonë ta falësh vitrin ka 3 recate, atër të nesërmen do më thonë i falë 4, 2 ka 2. Nëse ke zakon t'i falësh 5, atëherë do më thonë i falë 6. E kështu me radhë. Por do më thonë e falë, do më thonë qift, jo me numër tek. Jo me numër tek, do më thonë. Se nafilet e ditës falen, do më thonë, me numër qift. Nafilet e ditës janë, do më thonë, me numër qift, dhe në përgjithësi, thot Shekh Abadi Hafidhahullah, nafilet krejt falen me numër qift për vetëm se vitri. Për vetëm se vitri, a i falet do më thonë me numër tek. Me numër do më thonë tek. Kurse do shofim tash, ka një rivajet tjetër të Abu Sa'id el-Khudri radiallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men edraka subh wa lam yutir fala witra lah. Kush e arrin sabahun dhe nuk e ka fal vitrin, për të nuk ka vitër më. Do të ka ik atë natë. Këtu, thot Imam Ahmedi rahimahullah, hyn ose përfshihet në këtë pjesë të hadithit, ai person i cili e ka lënë vitrin me qëllim, pa asnjë farë arsye. Do më thonë, prandaj, se dikush mundet me ta sjell këtë hadith tash, edhe me thonë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men edraka subh wa lam yutir fala witra lah. Kush e zë sabahun dhe nuk e ka fal vitrin, për të nuk ka vitër mo. Po i themi, ashtu është e sakt, por vlen për njerëzit do më thonë që e kanë lënë pa asnjë farë lloj justifikim, pa asnjë farë lloj arsye sheriatike. Por ai i cili ka arsye, ai i cili do më thonë ka arsye, do më thonë, ai do më thonë ka të drejtë që të nesërmen do më thonë me e bo një gjë e tillë, sikurse edhe do shohim këtu do më thonë si e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse Abu Hanifa dhe Malik rahimahumullah e kanë mendimit se vitri nuk përsëritet. Imam Shafi'i dhe Imam Ahmedi rahimahullah kanë mendimit se vitri përsëritet. Por përsëritet për atë personin i cili i ka ik me justifikim. Kurse el-Ahnaf, Abu Hanifa rahimullah dhe Imam Malik rahimullah e kanë mendimit se atë ka ik me arsye ose pa arsye me qëllim e kelën, vitri nuk përsëritet. Dhe mendimi më i saktë është, do të thonë se përsëritet. Se përsëritet, siç e përmend këtu edhe Shekh Abadi hafidhahullah, po ashtu edhe Shekh Zejdi rahimahullah, e përmend këtu hadithin e Aishës radhiyallahu anha ku thot: Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbatah, wa kana idha nama min al-layl aw marida salla min an-nahari 12 rak'ah. Thot nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e vepronte një vepër athbata, do të thonë e përforconte ose me fjalë tjera e vazhdonte. Do të thonë në mënyrë të vazhdueshme vepronte pastaj. I përmbaheshte asaj. Wa kana idha nama min al-layl aw marida, dhe kur ndodhte që do të thonë gjatë natës me fle ose të ishte i smur, atëherë gjatë ditës i falte 12 recate. I falte, do të thonë, 12 recate, dhe ky hadith është në Sahih Muslim. Do të thonë hadithi është i sakt. Që sepse zakonisht pejgamberi alayhi salatu wassalam i falte 11 recate. Siç e thot Aisha radhiyallahu anha, siç e mësuam do të thonë edhe në mësimin e kaluar, a është në Ramazan ose jashtë Ramazanit 11 recate.
Këtu do më thënë, nëse i ikshin ata në bazë të këtij hadithit, gjatë natës, shkaku i smundjes, ose lodhja e madhe, kthehet nga udhëtimi, ose të ngjajshme, atëherë do më thonë i përsërit ato do më thonë në gjatë ditës. Dhe ky hadith është një përforcim do më thonë për atë mendimin e Imam Ahmedit rahimullah dhe Imam Shafi'i rahimullah, por me kusht është aty do më thonë, kushti është me pas justifikim. Me pas do më thonë në justifikim. Pastaj hadithi i radhës, që fillon tash këtu me një namaz tjetër për namazeve vullnetare, i cili është namazi duha, ku thot hadithi 346, an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalathin, la ad'uhunna hatta amut, sawmu thalathati ayamin min kulli shahr, wa salatu ad-duha wa nawmun ala witr, muttafaqun alayh. Thot Ebu Hurejra radiallahu anhu se më këshilloj miku im i dashur me 3 gjëra, nuk do t'i le deri në vdekje. Gjë e parë, që të agjeroj 3 ditë në çdo muaj. Kjo do më thënë që këshilla e pare pejgamberit alayhi salatu wasalam, t'i agjerojnë do më thënë 3 ditë çdo muaj. Këshilla e dytë, ta fal namazin e duhas, do të thonë namazin e duha, me fal do të thonë atë. Dhe një rivajet tjetër do të thonë 2 recate. 2 recate do të thonë prej namazit të duhas. Dhe porosia e fundit të pejgamberit alayhi salatu wasalam për Ebu Hurejran radhiyallahu anhu ishte dhe ta fal namazin e vitrit para se të fle. Dhe ta fal namazin e vitrit do të thonë para se të fle. Pse ja ka dhënë këtë porosi pejgamberi alayhi salatu wasallam për faljen e vitrit para se me fle Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, sepse thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, se Ebu Hurejra radhiyallahu anhu ka qenë domethënë i njohur që ishte shumë i angazhuar me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo gjatë ditës dhe natës, sepse ai domethënë ato domethënë shumë hadithe që i kishte nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk i kishte të shënuara, por e bënte përsëritjen domethënë në memorinë e tij, duke i përsërit domethënë. E kishte këtë domethënë si pjesa e ditës domethënë dhe të natës po ashtu, që ato hadithe domethënë me i përsërit dhe kështu me i përforcu. Dhe shkaku i kësaj ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasallam që me e fal vitrin, se ndoshta nga shkaku i angazhimit e alivanos e mund gjumi dhe pastaj nuk qohet deri në sabah. Prandaj kështu domethënë të jetë i sigurt domethënë se ka falur domethënë namazin e vitrit. Dhe po ashtu domethënë edhe e ka porositur që me ia xheruar 3 ditë nga çdo muaj dhe kanë thënë dietarët domethënë se ajo që është më e pëlqyera, se këtu domethënë nuk janë të caktuar ato ditët, po 3 ditë për çdo muaj, në mënyrë të përgjithshme. Dhe kanë thënë dietarët domethënë ajo që është e pëlqyer, që muslimani domethënë me i agjeru ato 3 ditët e bardha, të çdo muaj domethënë në hijri. Domethënë 13, 14 dhe 15 të çdo muajit el hijri. Po edhe nëse i bën ditë tjera domethënë bi'idhnillahi taala ka këtë shpërblim, dhe kjo është thotë Sheikh Abadi hafidhahullah dhe po ashtu edhe Sheikh Zejdi rahimahullah, sikur se njeriu me agjeru domethënë në gjatë gjithë kohës. Pse? Se një vepër të mirë domethënë sa 10 vepra domethënë i ka 10 domethënë shpërblime, dhe kështu domethënë muaj 30 ditë, 3 ditë ka 10 shpërblime domethënë në 30 shpërblime. Domethënë sikurse e ka agjeruar domethënë tër muajin. Dhe po ashtu atë çështjen që ja ka porositur pejgamberi alayhi salatu wassalam Ebu Hurejras radhiyallahu anhu, ka qenë çështja domethënë e namazit të ad-duha, salatu ad-duha. Dhe
Imam el-Bukhari në sahihun e tij, kur e ka përmend këtë hadith të Ebu Hurejrës radiallahu anhu, e ka bërë domethënë titullimin e kapitullit Salatu duha fil hadar. Domethënë namazi i duhas duke qenë domethënë në vendin tënd. Domethënë duke qenë i pranishëm domethënë në vendbanimin tënd. Edhe siç e do i shohim tash hadithe që do vinë domethënë, kjo na jep me kuptu domethënë se salatu duha domethënë në përgjithësi nuk falet gjatë udhëtimit. Edhe sepse kanë thënë dietarët dhe e thojnë dhe e theksojnë se kuptimi, nëse don ta dish kuptimin e Buhariut, atëherë shikoja domethënë në titujt e kapitujve. Aty e ka fut Buhariu domethënë kuptimin e vet. Domethënë ata titujt nuk i ka bërë vetëm kështu, ai ka tek kështu e bën një kapitull, një titull kështu, një titull ndryshe. Jo, ka menheq, ka rrugë domethënë metodë që i përmbahet domethënë asaj. Që i përmbahet asaj domethënë gjatë përpillimit. Dhe këtu, që është domethënë këtë porosi ja ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe Abu Dardas, edhe Abu Dharrit radiallahu anhuma. Do thonë, 3 prej sahabëve ridwanullahi alehim e përcjellin, e transmetojnë domethënë gati të njëjtin hadith me këto 3 porosia. Do thonë namazin e vitit para xhumit, namazi i duhas dhe agjërimi 3 ditëve për çdo muajtë. Dhe thotë që Habadi hafidhahullah se këto të 3, Ebu Hurejra, Ebu Darda, Ebu Dharr radiallahu anhum, janë bërë të njohur me kunjat e tyre. Ebu Dharr, Ebu Darda, Ebu Hurejra. Me kunjat domethënë të 3. Ridwanullahi alejhim. Ridwanullahi alejhim. Dhe numri më i vogël të salatu duha është domethënë 2 rekate. Kurse ajo e cila është e vërtetuar nga veprimtaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, maksimumi domethënë 8 rekate. Do shohim pastaj domethënë, do vinë a është kjo domethënë fundi, maksimumi i rekateve ose ka edhe më shumë hapësirë. Por nga vepra që është përcjellur nga vepra e pejgamberit alayhi salatu wasallam janë domethënë 8 rekate. Dhe këtu thot Ebu Hurejra radiallahu anhu, ausani Khalili, miku jem domethënë më këshilloj, më i dha disa porosi. Edhe shikoni domethënë se sa i vendosur është Ebu Hurejra radiallahu anhu, thot la eda'uhunna hatta amut, nuk do i lejun këta deri në vdekje. Domethënë gjatë gjithë jetës domethënë do i përmbahen këtyre porosive profetike sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tregon domethënë se si kanë qenë sahabët. Nuk ka thënë Ebu Hurejra, jo po pret, a është vajib kjo tash, është fars, ose është sunnet. Jo po nëse është sunnet, jo, la eda'uhunna hatta amut. Nuk t'i lejun ato derisa të vdes. Edhe thot Ausani Khalili, më këshilloj, më porositi, domethënë miku jem. Këtu thot Ebu Hurejra radiallahu anhu, miku jem, Khalil. Kurse ne e dim se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse kisha marr unë Khalil dikën prej njerëzve, atër kishe qenë Abu Bekri. Po edhe atë se kam marr. Edhe atë se kam marr. Sepse edhe ajo është domethënë, sikur se Ibrahimi alayhi salatu wassalam, Khalilur Rahman, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Khalilur Rahman. Atër pejgamberi alayhi salatu wasallam do thonë një gjë e tillë edhe për Abu Bekrin radiallahu anhu nuk e ka pranuar. Që më qenë kjo Khalil. Po Sheikh Abadi hafidhahullah thot se kjo do më thonë nga ana e Abu Hurejrës, ai do më thonë nga këndvështrimi i tij
nga pikpamja e tij është tu fol. Edhe një gjë e tillë domethënë është e saktë. Edhe është e saktë domethënë dhe e drejtë. Kur ai domethënë e thot një gjë e tillë nga pikpamja e tij dhe këndvështrimi i tij. Tash po e kapam domethënë rrugën e Hadadive, Hadadit vinë dhe thonë jo, ke gënjyti, gënjeshtarje ti. Pse? Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, s'kam Khalilun për njerëzve. Si ke mundësi të më thon Khalil? Logjika e Hadadive është kjo logjik domethënë. Se ai domethënë atë që percepton ai me kuptimin të kufizuar dhe të shkatruar dhe të degeneruar domethënë, e merr ai me kuptimin e tij dhe me peshorën e tij e psharake dhe të gjikon. Ai nuk e ka peshorën në librin e Allahut. Nuk e ka peshorën në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe selefu salih ridwanullahi alehim. Ai sipas kuptimit vet. Edhe thotë, jo, ti ke gënjy, si mundesh me thon? Do thon hadadizmi është shumë i fllihur. Barakallahu fikum. Pastaj, sa i përket domethënë vazhdueshmërisë të salatut duha. A bën domethënë ta falish salatut duha në mënyrë të vazhdueshme, domethënë në mënyrë të përditshme. Imamu Sunna, Imam Ahmedi rahimullah thotë jo. Jo ala mudawama, jo domethënë në mënyrë të vazhdueshme. Por ghibban do thonë një ditë po, një ditë jo. Një ditë po, 2-3 ditë jo. Pastaj 2-3 ditë prap e kështu me radhë. Ama jo në mënyrë të vazhdueshme. Kjo është mendimi i Imam Ahmedit rahimahullah, kurse mendimi i xhumhurit të Hanefive, Malikive dhe Shafive thonë është e lejuar. Sepse kjo ka qenë edhe porosia për Ebu Hurajran radhiyallahu anhu, që ai domethënë kjo me qenë për çdo ditë. Domethënë veprimtari domethënë të përditshme. Domethënë xhumhuri domethënë e kanë në mendimit se fale domethënë në mënyrë të vazhdueshme dhe të përditshme. Kurse disa prej dietarëve kanë thënë, siç e do e shohim domethënë në vazhdim tash, kanë thënë se salatut duha falet vetëm për ndonjë shkak, me shkak. Ka ndodhur diçka, ndonjë mirësi, ndonjë dhunti, edhe ta falenderosh Allahun subhanahu wa taala. E Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka thënë, salatu duha e fal ai njeri i cili nuk fal namaznate. Kurse ai njeri që fal namaznate në mënyrë të rregullt, nuk e fal salatu duha. Por mendimi i xhumhurit do të thonë gjithmonë dhe çdo herë kur përmendet për ndonjë mesele mendimi i pjesës dërmuese të dietarëve, me të vërtet përmbaju aty, përveç se domethënë në raste ku me të vërtet argumentet e palës tjetër janë të qarta dhe të fuqishme. Për ndryshe domethënë qëndron me el xhumhur dhe biidhnillahi taala të mjafton. Flasëm domethënë shumica e rasteve. Mundet me ndodh domethënë për ndonjë çështje që domethënë argumenti më i fuqishëm është domethënë me palën tjetër, edhe nëse nuk janë ata xhumhur. Edhe namazi i duha ka domethënë shumë vlera dhe dobi. Dhe ka, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah në një hadith qudsi, ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ibn Adam, salli li arba'an awwala an-nahar akfika akhirahu. Thotë Allahu Ta'ala, o biri Ademit, fali ti për mua 4 recate në fillim të ditës, unë të mjaftoj ty gjatë gjithë ditës. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, do më thonë, mjafton Allahu Ta'ala duke e mbrojtur robin e tij nga të këqijave, nga sprovat, belat e kështu me radhë. Në më duhet me pas këtë synim, jo me fal salatu duha me bo si punë tradit. Po me pas synim do të thonë këtë shpërblim që ti është në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala pasaj gjatë gjithë ditës. Ne kërkojmë mbrojtje gjatë gjithë ditës të sebepet e material, shkaqe materiale gjithmonë.
jo me marrë ilaçe të mira, jo me bo stërvitje, jo me bo ecje, jo me bo vrap, jo me bo kët, jo me bo... A është ashtu? Edhe bile kërkojnë, shumë janë angazhu sot, bile selefit edhe tulabul ilm kena pa, që japin, do më thonë, mësime, se si duhet njeriu të ushqehet. Ne, realisht, do më thonë, s'kena pa që djetarët tanë me majtë mësime të tilla. Po, mundet, kur je i ullur me shejkhun, do një takim privat, me bisedu edhe rreth ushqimeve, ama mësime me majtë, se si me ngran, qysh me ngran e kështu gjatë mësimit, kjo do më thonë në bajit, është largë do më thonë prej rrugës së ligjerimit të djetarve të sunnetit. Prandaj, kjo hadith është qudsi, kjo është fjala e Allahut. Ja ibn Adam, salli li, fali për mua, për Allahun, me sinqeritet, arba'an, awwalan nahar, në fillim të ditës, e kfike akhirahu. Do më thonë, unë të mjaftoj ty, do më thonë, gjatë gjithë ditës, do thonë, je mbrojtur, je në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, prej të këqijave, prej sprovave, prej belave. Thot shejhu jon, shejhu Sheikh Zejdi rahimahullah. Pastaj, hadithi i radhës 347 an ummi Hani bint Abi Talib radiyallahu anha qalet ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن حبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى متفق عليه. Tregon Ummu Hani radiallahu anha, Ummu Hani është bija vajza e Ebu Talibit dhe motra e Aliut radiallahu anhuma. Do thonë shaqiqatu Ali radiallahu anhuma. Do më thonë Aliu radiallahu anhu e ka pas motër, do më thonë nga baba dhe nga nana. Edhe prej babas edhe prej nanës. Shaqiqatu Ali, Ummu Hani, dhe është konvertuar në islam në vitin e çlirimit të Mekës, do më thonë vitin 8. Vitin 8 pas hijretit, është konvertuar, do më thonë Ummu Hani në islam, do më thonë vitin kër e ka çliruar pejgamberi alayhi salatu wasalam Mekën, do më thonë është vënuar islami i saj, sepse ishte e martuar me një mushrik, edhe kishte vështirësi, por hasunat islamuha, do më thonë islami i saj, do më thonë u bë i mirë, u bë do më thonë në muslimane e sinqert. Thot Ummu Hani radiallahu anha, në vitin e çlirimit të Mekës, do më thonë i shkova do më thonë të i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e gjeta duke u larë, ndërsa vajza e tij Fatima po e mbulonte, do thonë me një perde. I dhash selam dhe ja kthej pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ai pyeti kush është kjo. Kjo do thonë paramendoni një perde ishte mes tyre, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e vreti se është zëri i një gruas, por pyeti kush është kjo, do thonë nuk e dinte se kush është ajo gruaja. Do thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e din ghaibin. Thoti Sheikh Uthaymin rahimahullah shpjegimin e këtij hadithit, kjo tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e din të fshehtën. Edhe ishte i gjallë dhe ajo ndërprerja mes ti sallallahu alaihi wasallam dhe asaj radiallahu anha ishte një perde vetëm. Edhe pyeti kush është. E si është këta që pretendojnë sot shkojnë te vari dhe kërkojnë fëmijë, kërkojnë beriqete, kërkojnë ku e di çfarë. Tha
Thash, Hani, thash, unë jam Hani, bia e Ebu Talibit. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, mirë se erdhe, merhaban bi Hani. Mirë se erdhe. Dhe thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, do thonë, kjo përdoret pas selamit. Mundesh t'i thuash dikujt, do thonë merhaban. Dhe është fjalë, do më thonë, e bukur, e këndshme, e lezetshme. Që t'i thosh, do më thonë, mirë se erdhe o Hani. Thotë Hani, pasi mbaroi larjen, u ngrit dhe fali 8 rekate. Edhe kjo është shkaku i hadithit se ka sjell Ibn Abdul Hadi. U ngrit dhe i fali pejgamberi alayhi salatu wassalam, i fali domethënë 8 rekate, duke qenë i mbështjell në një robë të vetme. Domethënë me një robë. Kur mbaroi, edhe shikoni domethënë moralin të lartë të kësaj gruajes. Sa kishte hyrë në Islam ajo? Sa kishte disa ditë ndoshta. Jo me ushty edhe jo un kam pyetje patjetër. Un jam shumë e rëndësishme. Edhe pyetja ishte me vërtet shumë e rëndësishme. Do shohim tash se bëhet fjalë për jetë edhe vdekje këtu në pyetjen e saj. Po megjithatë do të thotë shikoni domethënë na maturinë e saj, durimin e saj, edhe u ngrit dhe i fal 8 rekate duke qenë i mbështjell në një robë të vetme. Kur mbaroi i thash: "O i dërguari i Allahut, djali i nënës sime." Djali i nënës sime do thonë vllai im. Që këtu e mësojmë domethënë se e ka pas vlla Aliun radiallahu anhu, jo vetëm edhe nga baba, por edhe nga nana. Djali i nënës sime, vllai im, pretendon se do ta vras një burr që unë i kam dhënë mbrojtje. Do ta vras domethënë një burr që unë i kam dhënë mbrojtje, domethënë domethënë bëhet fjala për jetë ose vdekje. Do ta vras domethënë një burr që unë i kam dhënë mbrojtje. Dhe realisht domethënë ky hadith është edhe ke kitabu xhihad. Ky hadith domethënë e ka vendin realisht ke libri i xhihadit që me i dhënë mbrojtje domethënë një mushrik. Edhe ky hadith na mëson dhe kuptojmë se bën dhënje e mbrojtjes edhe me ndodh nga ana e një gruas, siç është Hani. Edhe i dërguari Allahun sallallahu alaihi wasallam tha: "Ne i japim ose unë i jap mbrojtjen atij që je ke dhënë ti mbrojtjen o Hani." Ato nuk i tha: "Hajde ja presim qafën sa qafir është." Se Khawarij kështu mendojnë. Jo, me që se i ke dhënë ti mbrojtja atit, atëherë edhe unë ja jep mbrojtjen atit time. Edhe Hani tha: "Kjo ndodhi në mëngjes. Duha. Do thonë 8 rekatet, edhe fjala duha, do thonë kohën e para drekës. Se për këtë shkak domethënë e ka sjell tash Ibn Abdul Hadi rahimullah këtë hadith për çështjen e duhas. Edhe Sheikh Abadi hafidhahullah thotë se ky hadith vërteton domethënë numrin më të lartë të recateve që janë të vërtetuara nga pejgamberi alayhi salatu wasalam me veprimin e tij. Numri më i lartë është 8 recate. Po tash, a është ky edhe numri maksimum? Imam Ahmedi rahimahullah e ka këtë mendim se numri maksimal i recateve të salatut duha është 8 recate. Kurse Imam Shafi'i rahimahullah thot se numri maksimal është 12 recate. Imam Shafi'i rahimahullah thot 12 recate. Sepse mbështetet te hadithi Aishës radhiyallahu anha që përmenda në thonë, kur s'mundesh të mi fal shkaku i gjumit ose smundjes, atër i falte gjatë para drekës, domethënë pas sabaut, i falte 12 recate. Sipas Imam Shafiut rahimullah. El Hakim Ebu Abdillah thot se numri është i kufizuar, as ma pak, as ma shumë, dhe ajo është 4 recate. Sipas El Hakim Ebu Abdillah janë domethënë salatu duha është 4 recate. Dhe mendimi i 4, dhe ajo është i sakt biidhnillahi taala, është mendimi i Ibn Jarir at-Tabari, Muhammed ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, ka thënë domethënë se namazi i duhas
nuk ka numër të kufizuar. Nuk ka numër të kufizuar, do të thonë, mundesh edhe 14, 16, 20, do të thonë, la had li akthariha, nuk ka do të thonë në kufi, por do të thonë për nga numri në lart, do të thonë, 12, 14, 16 e kështu me radhë, por me rëndësi do të thonë me i fal 2 ka 2, 2 ka 2. Dhe këtu Ummu Hani radiallahu anha, buri i saj iku kur e çliroi pejgamberi alayhi salatu wassalam Mekën, buri i saj iku e la, do thonë, dhe u zhduka njëri. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja kërkoi dorën Ummu Hanit. Ja kërkoi dorën Ummu Hanit radiallahu anha, do thonë, nëse është bija e Abu Talibit, atërë çka i vinte, do thonë? Çika e migjës, po. Aliud radiallahu anhu ja dha Fatimen. Ja kërkoi dorën Ummu Hanit radiallahu anha, por Ummu Hani u arsyetua. Tha, do më thonë, mi ka lënë ai jetima, fëmijët, i kam jetima fëmijët dhe dvegjël jam të angazhuar me ato, dhe plus edhe mosha, do më thonë, shkaku i moshës, këto 2 arsyetime i përmendi, dhe e la pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sepse duhet ta dim, do më thonë, se këta gratë kurejshite, gratë e kurejshve, janë gratë, do më thonë, me plot kuptimin e fjalës. Dhe kjo ishte, do më thonë, tamam e pastër kurejshia. Tamam e pastër kurejshia. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith i cili është transmetuar në Sahih al-Bukhari nga Abu Huraira radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: Nisa'u Qurayshin khayru nisa'i rakibna al-ibil, ahna'u ala tifl wa ar'a'u ala zawjin fi dhati yad. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. Thot Abu Huraira radiallahu anhu, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thot: gratë e Kurejshit janë gratë më të mira që kanë hipur donjëherë deve. Janë më të dhimbshmet ndaj fëmijëve të tyre dhe më të kujdesshmet ndaj burrave të tyre për atë që kanë në dorë. E Merjemja, bija e Imranit, nuk ka hyp, ka thonë, do të thonë, pas këtij hadithi që kanë transmetuar Abu Huraira, do të thonë, deri këtu është fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se janë, do të thonë, të kujdesshme ndaj burrave të tyre për atë që kanë në dorë. Abu Huraira kur e thoshte këtë hadith e shtonte dhe thoshte: e Merjemja, bija e Imranit, nuk ka hypur kurrë në deve. Do thonë, gratë, Kurejshit janë gratë më të mira që kanë hypur donjëherë deve. Janë më të dhimbshmet ndaj fëmijëve të tyre dhe më të kujdesshme ndaj burrave të tyre për atë që kanë në dorë. Do më thonë, ky hadith përmban çka? Mençuria e atyre grave, do më thonë. Në bazë të hadithit, mençuria të grave, do më thonë, këto cilësi të grave të Kurejshive. Mençuria në menaxhimin e ekonomisë familjare. Do thonë, kjo përmendet për virtyt. Mençuria në menaxhimin e ekonomisë familjare, besnikëria dhe ndershmëria në trajtimin e pasurisë së burrit. Do të përmendet si virtyt, si moral të lartë, jo keqpërdorimi. Dhe e treta, si dhe për kujdesja e tyre të madhe për mirëqenjen e familjes. Kjo është kuptimi i hadithit, barakallahu fikum. Edhe kështu i ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, do thonë, gratë e Kurejshive. Dhe kjo padyshim, do thonë, ka qenë Kurejshia e pastër, Ummu Hani radiallahu anha. Pastaj hadithi i radhës an Zeid ibn Arqam radiallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha fi masjid Quba faqal: أما لقد علموا أن صلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم.
Zeid ibn Arqam radiallahu anhu, ai ka parë disa njerëz duke falur namazin e duhas në xhamin e Kubës. Dhe tha, a nuk e din vallë se falja e namazit e duhas në një kohë tjetër përveç kësaj është më e vlefshme. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, namazi atyre që kthehen, dhe do shohim tash kuptimi atyre që kthehen se çfarë kuptim ka. Namazi atyre që kthehen është atëherë kur të vegjëlit e deveve fillojnë ta ndjejnë nxehtësinë e dheut nga dielli. Domethënë, kjo është koha në bazë të këtij hadithi, domethënë, kur është koha domethënë e duhas. Koha e duhas domethënë fillon pas lindjes së diellit, kur domethënë parafërsisht 20 minuta deri gjysore pas lindjes së diellit. Prej atëherë fillon namazi kohës së duhas. Deri kur? Deri domethënë te zewali, deri te zeniti. Por kur është koha më e mirë, më e vlefshme, më e domethënë e preferuar? Zeid ibn Arqam radiallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, domethënë namazi atyre që kthehen është atëherë kur të vegjëlit e deveve fillojnë domethënë ta ndjejnë nxehtësinë e dheut nga shkaku domethënë se dielli domethënë fillon domethënë me nxehtësi të ashpër me ndriçum. El awabin, se u përmend, salatul awabin, namazi atyre që kthehen. El awabun, thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, janë ata njerëz që kthehen tek Allahu me pendim, me kërkim falje dhe duke lartësuar dhe përmendur Allahun Taala dhe duke bërë vet llogari dhe duke u larguar nga mëkatet dhe duke ju përkushtuar vetës domethënë në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Domethënë awabun janë këta njerëz që kthehen me pendim, me istighfar, me dhikr, me vetllogari dhe largimi nga mëkatet dhe veprimi i veprave të mira. Dhe veprimi domethënë i veprave të mira. Pastaj hadithi i radhës عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. Thot Aisha radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falte namazin e duhas 4 recate dhe u shtonte në thënë këtyrve 4 edhe ma shumë sa donte Allahu subhanahu wa ta'ala. Në thënë kjo të regon se numri i duhas, namazi duhas domethënë nuk është i kufizuar, siç e ka thënë domethënë edhe Muhammed ibn Jarir at-Tabari rahimahullah. Pastaj hadithi tjetër të Abdullah ibn Shaqiq radiyallahu anhu قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. Thot Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah se kam pyetur Aishën radiallahu anha a e falte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e duhas, ajo tha jo, përveç se kur ktheheshte nga udhëtimi. Kur e falte duhan, do më thonë për vetëm se kur ktheheshte nga udhëtimi. Por thot Sheikh Abadi hafidhahullah këtu tregon Aisha radiallahu anha atë që ka pa. Se zakonisht në kohën e duhas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë jashtë. Do thonë me njerëzit në xhami, ligjerime, mësime, udhëzime, rekomandime, e kështu me radhë, shkonte në Kuba, në vende tjera, do të thonë ku kishte nevojë në Medinë, edhe mbas asaj do të thonë që ka pa, edhe ka transmetuar Aisha radiallahu anha. Pastaj hadithi tjetër 351 an Aisha radiallahu anha anha qalet ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لو سبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية يعمل به الناس فيفرض عليهم رواه مسلم. Thot Aisha radiallahu anha se nuk e kam par asnjëherë domethënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta fal namazin e duhas. Edhe pse unë e fal, thot ajo. Edhe pse unë e fal.
ama atë se kam parë. Do më thonë, kjo se kam parun asë njëherë duke falur namazin e duhas, kjo nuk është mohimi i veprës, se nuk e ka falë namazin e duhas, po ka mohu do më thonë se ka pa me sytë. Shikoni do më thonë këta dallimet vogla. E thotë se kam parë asë njëherë. Tash nëse kapim kështu se kam parë, do më thonë, mohon, ti mundesh ta thosh, do më thonë, thot ai dietari kush do qoftë se kam parë asë njëherë. Ti kupton do më thonë se e mohon, jo, këtu mohimi është se ajo me sytë se ka pa. Ajo se ja mohon veprën, a nuk thotë, do më thonë se nuk e ka falë. Po ajo vetë, do më thonë, me sytë e saj, radiallahu anha, nuk e ka parë, do më thonë, duke falë pejgamberi alayhi salatu wasallam namazin e duhas. Edhe pse thotë, wa inni la usabbihuha, edhe pse unë jam të e falë. Kjo të rënë thonë se është, si mundet Aisha radiallahu anha me e falë namazin e duhas, nëse nuk është e vërtetuar ajo, nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim do të thonë se është e vërtetuar. Dhe e tregon do më thonë shkakun që ndoshta pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka lënë në disa raste, edhe kjo është ajo mendimi Imam Ahmedit rahimullah që donjëherë me fal, donjëherë mos me fal, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam e linte donjë vepër donjëherë, edhe pse donte atë vepër ta veprojnë, nga frika domethënë që mos u bëhet obligim njerëzve. Nga frika domethënë që mos u bëhet domethënë njerëzve obligim. Pastaj hadithi i radhës 352 an Muwarriq قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا فقلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله رواه البخاري. Muwarriq e ka pyetur Abdullah ibn Omerin radiallahu anhuma, e falti namazin e duhas? Ka thonë jo. A ka falë Omeri? Jo. A ka falë Abu Bekri? Jo. A ka falë pejgamberi alayhi salatu wasallam? Ka thonë nuk mendoj se ka falë. Hadithi është në Bukhari, ja Abdallah. Këtu e ka pyetur Muwarriq, thotë e pyeta Abdullah ibn Omerin. A e falë ti namazin e duhas? A jetu e falë, do më thonë. A e praktikon ti një gjë e tillë? E thotë, la. A ka bo Omeri? La, thotë. A ka bo Abu Bekri? La. A ka bo pejgamberi alayhi salatu wasallam? Nuk e mendoj një gjë e tillë se ka bërë. Ta në kokat e islamit, pejgamberi alayhi salatu wasallam, pastaj Abu Bekri radiallahu anhu, pastaj Omeri radiallahu anhu. Tu thotë Abdullah ibn Omeri, jo. Prandaj do të thonë, shikoni sa e rëndësishme është kuptimi dhe shpjegimi i dietarëve. Këtu mohimi që ka ndodhur nga ana e Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, që ka mohon një gjë e tillë, do të thonë mohon se nuk e kanë falur salatu duha gjatë udhëtimit. Në udhëtim, jo në vendbanim kur je në vendin tënd. E në ti tash, nëse i merr këto hadithe pa shpjegim të dietarëve, ti bën, do të thonë, sallat bën. Prandaj do të thonë ka vlerë ajo do më thonë që ti ta marrish do më thonë me kuptim të dietarëve dhe dietarëve të sunetit. Dhe ka thonë El Qadi Iyad në shpjegimin e tij, në lidhje me në shpjegimin e tij të Sahih Muslim, ka thonë se pyetja ka qenë këtu, pyetja a jetu e falë ti namazin e duhas? Jo. A ka falë Omeri? Jo. A ka falë Abu Bekri? Jo. A ka falë pejgamberi alayhi salatu wasallam? Nuk mendoj se ka falë. Pyetja ka qenë në një kontekst, a e kanë falur me xhamat? Kjo është një shpjegim tjetër, do të thonë, të Qadi El Iyad. Do të thonë, a e kanë falur, do të thonë, me xhamat? Sikurse salatu tarawih. A kanë bërë një gjë e tillë edhe me salatu duha? Edhe Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, në bazë të pyetjes, i përgjigjet se një gjë e tillë se kanë vepruar. Se kanë falur, do të thonë, me xhamat. Ja ka mohu, do të thonë, nga ky aspekt. E jo, do të thonë, se nuk është një gjë e tillë e vërtetuar nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga ana e Abu Bekrit radiallahu anhu dhe nga ana e Omerit radiallahu anhu. Sepse thoshe e Zejdi rahimullah, përsa i përket salatu duha se është e ligjshme,
është e vërtetuar me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe veprat e tij. Fjalë dhe vepra, do të thonë që një gjë e tillë, do të thonë kur themi fjalë edhe vepra, do të thonë e përforcon çështjen. E përforcon, do të thonë çështjen. Pastaj hadithi i fundit të këtij kapitullit është hadithi, do të thonë për një mesele tjetër, do të thonë tash ishin disa hadithe u përmendën, do të thonë në lidhje me salatu duha. Para atyre kishin ato hadithet në lidhje me namazin e vitrit, tash këtu do më thonë në meseleja e salatul istikhara. Salatul istikhara. është hadithi 353, an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني. Thot Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na mësonte el istikharën në të gjitha çështjet ashtu si që na mësonte një sure nga Kur'ani. Ai thoshte sallallahu alaihi wasallam, kur ndonjëri prej jush ka për qëllim të ndërmarr ndonjë çështje, si për shembull martesë, si për shembull udhtim, thoshte Ibn Baz rahimullah, si për shembull do me blet ndonjë makinë të ngjashme, kur do njëri prej jush ka për qëllim të ndërmarr ndonjë çështje, le të fal 2 recate jashtë namazeve farz. Do thonë të jenë vullnetare, jashtë namazeve farz. Pastaj le të thot, o Allah, unë kërkoj prej teje të më udhëzosh për të mirën me dijen tënde, dhe të më japish fuqi me fuqinë tënde, dhe të më dhurosh nga mirësitë e tua të mëdha. Sepse ti ke fuqi kurse unë nuk kam fuqi, ti di kurse unë nuk di, dhe ti je i gjithditur për të fshehtat. O Allah, nëse ti e di se kjo çështje, edhe këtu do më thonë, o Allah, nëse ti e di se kjo çështje, dhe këtu e përmend çështjen. Këtu do më thonë, e përmend çështjen për çka do më thonë, për nikah, do më thonë, martesë ose të ngjashme, është mirë për mua në fenë time, në jetesën time dhe në përfundimin e punës sime, atëherë më bëj që të arri, ma lehtëso dhe më beko në të. Por nëse ti e di se kjo çështje është e keqe për mua në fenë time, në jetesën time dhe në përfundimin e punës sime, atëherë më largo nga ajo dhe më largo mua prej saj. Dhe më cakto të mirën kudo që ajo të jetë. Pastaj më bëj, do më thonë, të jemi kënaqur me të. Kjo është sa i përket, do më thonë, duas, lutjes të el istikhara, që thuhet, do më thonë, thuhet pas selamit. Kjo është mendimi, do më thonë, të 4 medhhepeve, se kjo bëhet, do më thonë, pasi me dhën njeriu selamin. Edhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah, duhet vetëm të kujdeset njeriu këtu që të mos jetë, domethënë, koha kur do me i fal ato 2 recate, koha ku ndalohet namazi. Do thonë me pas qëllim që do thonë kujdes që mos jetë, domethënë, koha e ndaluar për namaz. Edhe i fal 2 recate vullnetare nafile, normal domethënë, sikurse edhe nafile tjera. Pas asaj jep selam në të dyat anë, selamu alaikum rahmetullah, selamu alaikum rahmetullah, edhe pastaj i grit duart, edhe thot këtë lutje. E thot këtë lutje, dhe nuk ka pengesë që njeriu do më thonë edhe me përsërit do më thonë.
nëse ka bo një herë, do më thonë me bo edhe 2 herë, edhe 3 herë. Barakallahu fikum. Edhe Sheikh bin Baz rahimahullah thot se kjo dua, kjo lutje bëhet pas selamit, duke i ngritur robi, do më thonë, duart. Dhe thot Sheikh ibn Baz rahimahullah, nëse njeriu nuk e di këtë lutje me thënë, nuk e dim këtë hadith, atëherë prap le t'i fal 2 recate, edhe pas selamit le t'i ngrit duart dhe le të lutë, do më thonë, me fjalët e tij. O Allah, ma lehtëso, nëse kjo punë, nëse kjo udhtim është i hajrit për mu, ma lehtëso, ma mundso. E nëse është keq për mu, më largo. Nëse kjo martesë është hajër për mu, ma mundso. Nëse është e keqe për mu, për jetesën time, për dunjan time, për fen time, e kështu me radhë, do thonë, mundet me i thënë, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, por kjo nuk duhet me qenë për neve si lloj, do më thonë, justifikim ahsend, që me vazhdu dhe mos me mësu këtë lutje. Jo, kjo do më thonë përkohësish do më thonë derisa ta mësojsh. Kurse Sheikhul Islam Ibn Tejmija rahimullah ka mendimit se kjo lutje bëhet para selamit. Prandaj nëse ma shumë, se kur e them unë 4 medhhepet kanë thënë, na mendoj se çështja është e qartë. Po vakallzoj ka njerë edhe këto mendime tjera, që nesër nëse ndodh Abdullahi në trevat e Rashapoja se bon një gjë e tillë, atëherë, do më thonë, s'mundesh të akuzosh, se ka dietar, do më thonë. Si puna, do më thonë, e Sheikhul Islam Ibn Tejmija rahimullah. Prandaj, do më thonë, çështja është e gjerë. Mundet dikush edhe para selamit ta bëjnë, edhe në rregull e ka, po ma e saktë është, do më thonë, pas selamit. Pas selamit. Barakallahu fikum. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se nuk bën me bë, do më thonë, istikhara për çështje, do më thonë, që janë mustahabba, çështje, do më thonë, që janë ibadete. Kjo, do më thonë, nuk ka këtu istikhara. Si për shembull për a me bo haxhin, a mos me bo haxhin, a me bo umra, a mos me bo umra, a me kërku dia, a mos me kërku dia, a me agjeru nesër, a mos me agjeru nesër, a me fal 2 recate duha, a mos me fal 2 recate duha. Jo, për këto çështje, do më thonë, njeriu duhet, do më thonë, me i fal edhe me u mundu dhe me bo përpjekje, do më thonë. Por, nëse, do më thonë, ndodh, si që thamë, do më thonë, don me ble diçka, ose martes, ose udhtim, atëherë, do më thonë, e bon, do më thonë, edhe kjo është, do më thonë, prej urtësit, se pejgamberi alayhi salatu wasalam, si që thot këtu Gjabir, transmetuesi i hadithit radiallahu anhu, na mësonte, do më thonë, el istikhara, ashtu si na mësonte dhe surët të Koranit. Do thonë, jepte kësaj çështjes rëndësi. Sepse mushrikët al-Arab, e kemi mësuar ke kitabu Tauhid, bëshin, do më thonë, kërkoshin fatin duke para se me nis udhtimin ose një punë me vepru, i lishojshin, do më thonë, zogjët. Nëse shkon anën e djathtë, është shenjë mirë. Nëse shkon anën e majtë, është shenjë keqe, kthehem nga udhtimi. Pejgamberi alayhi salatu wasallam u azavendsoi atyrve shirkun me tauhid. Se këtu, do më thonë, njeriu, do më thonë, e shfaq vetën, këtu, do më thonë, pohon ti tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Pohon se Allahu është i gjithditur dhe i gjithfuqishëm dhe ja dorëzon veten tënde Allahu subhanahu wa taala. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimullah se padyshim që ai i cili ja dorëzon vetes vetë, do të thonë Allahu subhanahu wa taala, ajo është, do të thonë, në hajër dhe në mirësi. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amen dhe juve. Amen wa iyakum.